Përshëndetje. Në Shqipëri, fjala pronë nuk është thjesht një term juridik. Është gjenetikisht e ngjitur në ADN-n tonë, si një ndjenjë e vjetër që se ndan dot nga frymëmarrja. Nëse shohim pronën si pasuri, e shohim si pjesë të vetes. Të prekin shtëpinë është si të prekin shpirtin. Të marrin tokën është si të marrin nderin. Prandaj dhe tek ne, shumë konflikte familjare nuk lindin për dashuri, por për një copë trualli, për një copë tokë. Sepse shtëpia dhe toka nuk janë send, janë simbol identitetit. Në psikikën tonë, prona është sigurim emocional. Ajo na jep ndjesinë e kontrollit. Ndjesinë se jeta nuk është të na rrëmbejë gjithçka. Njeriu që s'ka prona, shpesh përjetohet si i pambrojtur, pa zë, pa një shtyllë kurrizore. Ndaj nuk është çudi që brezat tanë janë rritur me mantrën bëj një shtëpi, pastaj martohu. Dhe kështu për dekada, psikologjia e pronës u bë ideologjia jonë kombëtare. Por pse na vëm kaq shumë? Sepse prona na thelbësht mënyra si ne masim vlerën tonë. Shumë shqiptar nuk thonë kam arritur të jem i lumtur, por kam ndërtuar një shtëpi. E një shtëpi nuk është vetëm mure. Është një provë për botën që unë ja vlej, që mundem, që s'jam më ai që isha dikur, kur nuk isha asgjë. Psikologjikisht, prona luan rolin e pasqyrës, sa më e madhe, aq më shumë rritet vlerësimi. Në një shoqëri që për shekuj e ka ndjerë mungesën e sigurisë, prona u bë garancia e vetme që askush s'mund të më marrë jetën time në dorë. Kjo shpjegon dhe pse kur dikush prek pronën tonë, qoftë një copë vend obor apo një vend parkimi, reagimi është irracional, sepse në tru ndizet mekanizmi mbrojtës territorial. Në psikologjinë evolucionare, kafsha mbron territorin jo për luks, por për mbijetesë, dhe njeriu me gjithë qytetërimin mbetet kafshë territoriale. Vetëm se tani s'mbrojmë barin apo guvën, por katin e parë dhe hipotekën. Kështu pas çdo grindje për kufi të oborit, qëndron e njëjta ndjenjë primitive, po më pushtojnë territorin. Vetëm se sot ajo vjen me zë të butë ligjor dhe me noter. Në Shqipëri prona private ka marrë ngarkesë emocionale të tejskajshme. Po pse? Sepse për dekada nuk na lanë gjë si pasuri. Socializmi na mësoi se prona është krim. Pastaj kapitalizmi na tha se pa pronë si e njeri. Midis këtyre dy ekstremeve, populli u çmend emocionalisht. Prandaj sot e kemi kthyer shtëpinë si simbol ekzistence. Madje edhe emigrantët që jetojnë prej vitesh jashtë, mbledhin çdo qindark për të ndërtuar një shtëpi në fshatin e lindjes, të cilin ndoshta s'do të banojnë kurrë. Por duan ta kenë si dëshmi që unë nuk jam harruar. Në aspektin psikologjik, prona përfaqëson ndjesinë e përkatësisë. Njeriu ka nevojë të thotë kjo është e imja, jo sepse do ta përjashtojnë të tjerët, por sepse ka nevojë të ndjejë kufirin mes vetes dhe botës. Pa kufi, njeriu ndjen ankth, pa siguri, humbje identiteti. Por kur prona bëhet obsesion, do të kundërta. Ajo të zotëron ty. Ti nuk ke më shtëpi. Shtëpia të ka ty. Dhe gjithë jeta jote kthehet në ruajtje, në kontroll, në frikë nga humbja. Në kulturën tonë, kjo ndodh shpesh. Sa shumë njerëz ke parë që s'flen dot të qetë, jo pse s'kan për të ngrënë, por se dikush mund të prek atë copën e fundit të tokës. Ndërkohë jeta kalon. Fëmijët rriten, lumturia u mbet me smureve që ndërtohen dhe rilyen çdo vit. Kjo është drama e pronës private. Ajo fillon si mjet sigurie dhe përfundon si burim ankthi. Në psikoterapi, shumë njerëz që flasin për stresin, në thelb flasin për frikën e humbjes së pronës, punës, statusit. Në nënvetdije, ata e lidhin ekzistencën me zotërimin,
sepse psikologjikisht ne nuk kemi mësuar të jetojmë pa pasur. Ka dhe një element tjetër tipik shqiptar. Prona si mënyrë për të ndëshkuar. Shisa shumë prindër, kur zihen me fëmijët, thonë do t'i heq nga testamenti. Prona nuk është më as tre, as kujtim. Është armë emocionale. Dhe ky është një çrregullim social më vete, kur dashuria zëvendësohet nga çelësi i kasaforcës. Nga ana tjetër, pronësia është dhe shprehje e një bote të padrejtë. Ai që s'ka, ndjen zili. Ai që ka, ndjen frikë. Dhe mes tyre nuk lind kur qetësia. Kështu, psikologjia e pronës kthehet në një fushë betejë midis nevojës për siguri dhe dëshirës për status. Shoqëria shqiptare e sotme është shembulli perfekt. Blejmë më shumë se kemi nevojë, ndërtojmë më shumë se të jetojmë dhe shpesh rënojmë shpirtin për të ngritur mure. Në thelb dhimbja që na shkakton prona nuk është për gurët, por për ndjenjen që po humbasim kontrollin mbi diçka që na kufizon. Kur dikush na prek, është sikur të thotë ti s'je më askushi. Dhe kjo është arsyeja pse reagojmë me egërsi, pse proceset gjyqësore për prona zvariten me vite, pse vëllezërit nuk flasin me njëri tjetrin, por një copë truall. Nuk është lakmia, është identiteti që po na rrezikohet. Por ja ku vjen ironia më e madhe. Askush se merr me vete. Të gjithë e dim këtë, por sërish luftojmë për çdo centimetër, madje milimetër. Është si një marrëdhënie dashurie toksike me diçka që na jep iluzionin e përjetësisë. Prona është si partneri posesiv që të bën të ndihesh i sigurt, por të merr frymën. Dhe ne, në vend që ta kuptojmë këtë, e mbajmë fort derisa bëhemi sklevrit e vetvetes. Në fund, psikologjia e pronës private tregon një të vërtet të hidhur për njeriun modern. Ne nuk zotrojmë, ne projektojmë veten në çdo gjë që mendojmë se zotrojmë. Poshtë të ndjehemi brenda, aq më shumë kemi nevojë për gjëra jashtë. Prandaj, shtëpia, makina, toka pushojnë si qenë pasuri dhe bën pasqyrë e boshllëkut ton emocional. Nëse do të kishim më shumë ndjesi sigurie brenda vetes, më pak do na duhej të ruanim çdo metër katror jashtë. Por për fat të keq, ende jemi shoqëri që e madh vlerën me numrin e dhomave, jo me qetësinë e shpirtit. Dhe sa kohë që se ndryshojmë këtë ekuacion, prona do të vazhdoj të na dhëmbë, jo sepse na e marrin, por sepse kemi investuar aty gjithë shpirtin ton të pambrojtur. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse ju pëlqeu, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.